Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku vije tre në tregun e brendshëm valutor, një qëndrueshmëri ndryshime minimale në këmbimin e monedhave kryesore ndërkombëtare në raport me lekun. Investitorët vijojnë të jenë fokusuar tek diskutimet e bëra në forumin e nivelit të lartë, në summit në nivelit të lartë mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi një vizitë zyrtare në Kinë, ku u takua me presidentin Xi Jinping dhe njëkohësisht shoqërohej nga shefat ekzekutiv të kompanive më të mëdha amerikane. Megjithatë, pavarësisht disa deklaratave të bëra nga presidenti Donald Trump, siç ishte ajo që tha se Kina do të blejë sasi të konzervueshme të naftës nga Amerika, nuk ka pasur komente nga qeveria kineze në lidhje me këtë marrëveshje të supozuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Për këtë arsye, kujdesi është i lartë, sepse sikurse ndodh shpeshherë, deklaratat e presidentit amerikan nuk merren shumë për bazë fillimisht nga investitorët, ose presin të mësojnë më tepër detaje përpara se të reagojnë në tregje. Dollari amerikan ka rënë lehtë me 0.04% në raport me monedhën tonë, këmbet me 81.56 lekë, ndërsa euro ka fituar 0.01% vlerës, mesatarisht kuotohet në 95.47 lekë. Paundi britanik është i pandryshuar, këmbehet mesatarisht me 110.24 lekë. Edhe paundi është në vëmendjen e investitorëve, sepse kriza politike vijon thellohet në Mbretërinë e Bashkuar, gjithmonë më shumë ligjvënës të laburistëve kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Keir Starmer. Megjithatë, ai i reziston presionit deri më tani, por investitorët presin të mësojnë më tepër se si do të zgjidhet kjo krizë politike, e cila nuk mund të vazhdojë në këtë mënyrë. Paundi, sikurse thamë, këmbet me 110.24 lekë, ndërsa franga zvicerane këmbet me 104.34 lekë, mesatarisht në rritje me 0.07%. Jeni japonez është në rënje të lehtë me 0.03%, këmbehet me 51.65 për çdo 100 lekë. Dollari australian është rritur me 0.05% të vlerës, këmbehet mesatarisht me 59.1 lekë. Dollari kanadez është në rënje me 0.04%, këmbehet me 59.51 lekë. Korona suedeze është e pandryshuar, këmbehet me 8.75 lekë, dhe ajo norvegjeze ka rënë me 0.02%, këmbehet me 8.87 lekë. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor. Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve ndërkombëtare në sesionin e sotëm, ku vije tre një qëndrueshmëri, sepse investitorët presin më tepër detaje nga diskutimet e bëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Investitorët presin të mësojnë më tepër në lidhje me marrëveshjen e tregtisë që do të nënshkruhet, do të publikohen njëkohësisht edhe detajet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, dy ekonomitë më të mëdha në botë. Në këtë mënyrë, dollari amerikan ka publikuar fitime për të katërtin sesion me radhë, dhe investitorët presin njëkohësisht edhe disa dhëna tjera që mund përcaktojnë ecurinë e tregjeve. Investitorët kanë pasur një përmirësim të optimizmit menjëherë pas publikimit të dhënave nga Departamenti Amerikan i Shtetit, që rezultoi se shitjet me pakicë u rritën me 0.5% për gjatë muajit kaluar, kundrejt pritshmërive të analistëve që prisin një rritje me 0.1%. Gjithsesi, kjo shifër është pozitive dhe më e lartë krahasuar me pritshmëritë krahasuar me muajin e kaluar, ku vurej një rënje me 1.6%. Ndërkohë, në një raport tjetër të publikuar mbi punësimin, rezultoi se aplikimet për përfitimin e asistencës së papunësisë u rritën me 12.000 njësi në totalin e 211.000 aplikimeve, kundrejt pritshmërive të analistëve për 205.000 aplikime. Kjo e dhënë tregon se tregu i punës në Shtetet e Bashkuara vijon të jetë i qëndrueshëm. Dollari në këtë mënyrë ka publikuar fitime për të katërtin sesion me radhë, dhe sikur të mund ta shohim, euro ka zbritur madje edhe poshtë nivelit të 1.17 në raport me dollarin, këmbehet me 1.1643 dollar në rënje me 0.21%. Paundi britanik ka humbur 0.26% të vlerës, këmbehet me 1.3364 dollar amerikan. Sikur se tham, paundi britanik është vlerësuar ndjeshëm në ditët e fundit për gjatë kësaj jave, sidomos për shkak
shkak të krizës politike që ka përfshirë Mbretërinë e Bashkuar. Gjithmonë më shumë mbi 70 ligjvënës në Mbretërinë e Bashkuar kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Keir Starmer. Ndërkohë në raport me frangën, dollari është në rritje me 0.17%, këmbehet me 0.7828 franga. Dollari australian realizon humbjet më të mëdha në përqindje përballë dollarit amerikan, ka rënë me 0.72%, këmbehet me 0.7168 dollar amerikan, ndërsa dollari kanadez ka humbur 0.18% të vlerës, këmbehet me 0.7275 dollar amerikan, dhe në raport me jenin, dollari është rritur me 0.04% të vlerës, këmbehet mesatarisht me 158.41 yen. Ndërkohë në ecurinë e tregut të kriptomonedave, Bitcoin vion tregtohet pra nivelit të 80.000 dollarëve, thuajse për gjatë gjithë kësaj jave është tregtuar në intervalin nga 79.000 deri në 81.000 dollar, përgjithsisht një qëndrueshmëri duke pasur parasysh luatshmërinë e madhe në tregun e kriptomonedave. Ditën e djeshme gjithsesi Bitcoin pati një tendencë në rritje duke u ngjitur mbi nivelin e 81.000 dollarëve, ndërsa sot është në rënje me 0.82%, kuotohet në 80.715 dollar, Ethereum në rënje me 1.69%, kuotohet në 2.258.57 dollar, Ripple ka rënë me 2.6%, këmbehet mesatarisht me 1.4681 dollar, edhe Litecoin ka rënë me 0.87% të vlerës, këmbehet me 58.09 dollar, dhe Bitcoin Cash është në rënje me 0.55% dhe kuotohet në 435.61 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë çmimet e naftës po qëndrojnë në rritje në sesionin e sotëm që është i fundit për këtë javë, pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Kina ka rënë dakord të blejë sasi të mëdha të naftës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sipas Donald Trump kjo u dakordsua pas bisedimeve të zhvilluara me presidentin e Kinës Xi Jinping, por në anën tjetër Kina nuk ka konfirmuar ende blerjen e naftës, blerjen e energjisë në tërësi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje mediat amerikane si NBC kanë kontaktuar autoritetet kineze për një koment, por ende nuk kanë bërë komente pas publikimit të këtij lajmi nga presidenti amerikan Donald Trump. Për sa i përket situatës në lindjen e mesme, si Donald Trump ashtu edhe Xi Jinping kanë rënë dakord që ngushtica e Hormuzit duhet të hapet, duhet të fillojë qarkullimi normal i anijeve, dhe presidenti kinez ka premtuar që do t'jap kontributin e tij në zgjidhjen e konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Gjithsesi, edhe në këtë pikë nuk ka pasur shumë detaje se si do të arrihet kjo. Ka pasur paralelisht edhe lajme të tjera në lidhje me ngushticën e Hormuzit, por që patën një ndikim përkohshëm në rënien e çmimeve, sikurse ishte lajmi se 30 anije cistern kanë filluar të qarkullojnë, të dalin nga ngushtica e Hormuzit dhe të transportojnë naftën në destinacionet e tyre. Aktualisht nafta Brent e Londrës ka fituar 1.78% të vlerës dhe kuotohet në 107.6 dollar për fuçi. Nafta bruto amerikane realizon fitimet më të mëdha në rritje me 2.24%, tregtohet në 103.44 dollar, dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur me 0.46% të vlerës dhe kuotohet në 1.163.74 dollar për ton, ndërsa në tregun e metaleve të çmuara vjet re një rënje ndjeshme e çmimeve me investitorët që vijojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, por njëkohësisht edhe presin detaje nga takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe atij kinez Xi Jinping. Presidenti kinez Xi Jinping deklaroi se tregtia duhet të jetë prioritet i dyja ekonomive dhe ka pasur progres në bisedimet e zhvilluara në Pekin, por palët nuk kanë rënë dakord në lidhje me çështjen e Tajvanit dhe njëkohësisht ka ndasi të mëdha edhe për sa i përket mineraleve të ralla, çështjes mikrochipave dhe shumë çështje të tjera. Ndërkohë,
Investitorët pati në sesionin e kaluar Amerikan pati një përmirësim të optimizmit investitorëve në tregun e metaleve të çmuara menjëherë pas publikimit të disa dhënave që treguan se shitjet me pakicë u rritën me 0.5% gjatë muajit kaluar në SBA, pas rënjes me 1.6% gjatë muajit mars. Njëkohësisht edhe aplikimet për përfitimin e asistencës papunësisë shënuan rritje me 12.000 njësi në totalin e 211.000 aplikimeve për sa i përket javës së kaluar. Aktualisht arja është në rënje të konsiderueshme me 2.25% të vlerës dhe kuotohet në $4.579.7 për oncë, duke rënë pra nivelit më të ulët në thuajse 5 javë të fundit. Argjendi realizon humbjet më të mëdha në përqindje me 7.29%, tregtohet në $79.11 për oncë dhe platini ka humbur 3.92% të vlerës dhe kuotohet në $2.009.5 për oncë. Ndërkohë në ecurinë e tregut të aksioneve në kontinentin evropian, të gjitha bursat janë në rënje me përjashtim të indeksit të zyriut SMI që është rritur lehtë me 0.21%. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë humbur 0.74 dhe 0.9%, CAC 40 i Parisit dhe FTSE MIB i Milanos kanë humbur 0.78 dhe 1.02% të vlerës. Investitorët janë të shqetësuar në lidhje me krizën politike në Mbretërinë e Bashkuar, por njëkohësisht presin më tepër detaje nga vizita e presidentit amerikan Donald Trump në Kinë. Sektori i teknologjisë dhe i medias realizojnë fitimet më të mëdha në sesionin e sotëm, ndërsa ai minerar dhe sektori bankar kryesojnë humbjet. Politika në Mbretërinë e Bashkuar, kriza politike është thelluar edhe më tej dhe parashikohet të qëndrojë tillë edhe përgjatë javës së ardhshme. Pritet që kryeministri Keir Starmer të sfidohet edhe në parlament dhe investitorët presin të mësojnë nëse ai do t'i rezistojë ose jo këtij presioni brenda partisë së tij, brenda laburistëve. Përsa i përket ecurisë së tre indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, vjet re tendencë në rritje, Dow Jones ka fituar 0.75% të vlerës, edhe Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë rritur me 0.88 dhe 0.77%. Investitorët presin njëkohësisht disa dhëna ekonomike që do publikohen më vonë gjatë ditës së sotme dhe njëkohësisht kontratat futures sugjerojnë një hapje në territor pozitiv në rritje të lehtë për të treja indekset. Dhe së fundmi në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, SAP, kompania e prodhimit të softwareve, kryeson fitimet në rritje me 1.27%. Rheinmetall, Munich Re, Sunrise dhe Fresin UC kanë fituar nga 0.41 deri në 1.07%. Në anën tjetër, në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit, humbjet kryesohen nga sektori bankar, por njëkohësisht edhe ai minerar. Të presim tabelën për të parë kompanitë cilat realizojnë humbjet deri në këto momente. Infineon ka rënë ndjeshëm me 5.51%, Siemens Energy, Heidelberg Materials, Sartorius dhe Daimler Truck janë në rënje nga 1.54 deri në 3.18% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente. Përveç geopolitikës, investitorët vjojnë të jenë fokusuar edhe tek fitimet 3 mujore të korporatave që për 3 mujoren e parë të këtij viti, që në shumicën e rasteve kanë rezultuar mbi pritshmëritë e tregjeve dhe kanë ndihmuar në rritjen e tregut të aksioneve përgjatë 2 javëve të fundit.